Në një shkrim të publikuar në faqen online të Merobazës, gazetari të familjes Veliaj dhe në mediat e paguara nga paratë e inceneratorëve dhe taksat e shqiptarëve nëpërmjet parave që shpërndan pushteti për propagandë, na është theksuar se European Business Magazine është shqetësuar shumë për Erion Veliajin, pra revista e biznesit evropian është shqetësuar për çështjen e kryebashkiakut me 13 akuza të Shqipërisë dhe thotë se testi besueshmërisë së Bashkimit Evropian dhe pse Brukseli duhet të insistojë në llogaridhënie. Po titulli është mirë, pavarësisht kush e ka çuar këtë shkrim, është me pagesë apo jo, se gjithmonë përdoret ideja që është 3 herë i zgjedhur kryetari i bashkisë dhe është arrestuar. Në fakt, pse po ti jesh i zgjedhur nuk arrestohesh? Mjafton të bësh korrupsion në petkun e detyrës, kur ke nga spak të paktën 13 akuza. Në fakt, çështja prej korrikut të vitit të shkuar është në gjykatë dhe pikërisht kjo është përballja me drejtësinë. BE-ja duhet të shikojë, a kemi drejtësi? Po. A janë kryer procedurat ligjore në rregull? Po. A janë siguruar prova? Po. Tani zoti Veliaj të shkoj t'i jap llogari para gjykatës. Pse shqetësohen këto gazetat evropiane? Apo shkon arbri i jep në 1 lek nga këto të kontratave të fundit që mori tani nga kompanitë që kanë përfituar fonde në Bashkinë e Tiranës? Se shumë mirë, çështja e Veliaj të shqetësohen të tërë, po kaq shumë nuk na janë shqetësuar për asnjëri tjetër. Derisa na morën Erion Veliajin, nuk shkruheshin nëpër media as në Izrael, as në Europë, as në SBA. Halli i madh ky i Veliajit. Për çfarë? Po, është nën akuzë. Shumë mirë, ndodhet në burg se po prishte provat. Në cilin vend të Evropës do ta linin të lirë një zyrtar kur prish prova? Pse nuk u arrestua Mogherini? Pse nuk janë arrestuar zyrtarë të tjerë të Bashkimit Evropian? Por nuk janë kapur duke prishur provat, janë kapur në korrupsion, në akuza dhe shkojnë në përballje me drejtësinë. Pse presidenti francez Sarkozy nuk u akuzua, nuk u arrestua, nuk u çua në qeli, po nuk prishnin prova? Me dekada vazhdojnë gjyqet. Erion Veliaj hyri në burg se prishi provat. Tani na janë shqetësuar këto revistat evropiane, izraelite, amerikane. Ndoshta presim çik edhe Kinën dhe rusët, ndoshta edhe Indokinën, Indin, Pakistanin e të tjerë, por s'ka pse shqetësohen fare. Erion Veliaj ndodhet në burg dhe po e zgjat burgun vet, sepse sot jemi në janar, akuzat i kanë vajtur në korrik. Nëse do të kishte bashkëpunuar me gjykatën dhe do kishte zhvilluar një proces të shpejtë gjyqësor, sot mund të ishim me vendim, fajësie ose pa fajësie. Por Erion Veliaj i ka ndorruar avokatët. Çfarë nuk bën që të shtyjë seancat gjyqësore? Nuk shkon të përballet me drejtësinë. Pra, Erion Veliaj i ka akuzat, i ka në gjykatë dhe tani në 6 muaj mund të ishte mbrojtur, mund të kishte dhënë të kundërtat e provave që ka spak, mund të kishte rrëzuar akuzat dhe të kishte dalë i pafajshëm, mund të ishte kthyer dhe në detyrë, por nuk e bën këtë. Ushtron presion ndaj gjykatave, ndaj prokurorëve, kanë dalë në përgjigje të gjitha këto, sulmon, akuzon prokuror dhe gjyqtar, dhe tani ka filluar stilin tjetër me shkrime në Bashkimin Evropian se mund të rrezikojë integrimin e Shqipërisë në Evropë. Çështja e tij në gjykat, kur ai është me 13 akuza dhe nuk shkon të përballet me prokurorët, nuk shkon të përballet me drejtësinë. Në cilin vend të Bashkimit Evropian ndodh që ti nuk përballesh me drejtësinë, por i ikën procedurës, me shpresën se do të fitosh në Strasburg se je kryetar bashkie, kur faktet dhe provat i ke të paraqitura në gjykat dhe ti nuk shkon fare në seancë gjyqësore. Për më tepër, të përgënjeshtron edhe administrata e pushtetit tënd, të Partisë Socialiste, siç ndodhi me rastin e drejtorisë së përgjithshme të burgjeve. Tani këto gazetat dhe revistat online për Europë lek duan, nuk është se kanë ndonjë problem të madh, dhe mirë bën që ja marrin Erionit. Edhe këto mediat e tij që ja publikojnë, janë shok e miq, edhe para kanë marrë plot nga Erioni, por kjo s'do të thotë që ndikon te integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian, se ta marrë vesh një zyrtar evropian që është me 13 akuza, 9 nga të cilat për korrupsion dhe nuk shkon të përballet me drejtësinë kur e ka dosjen aty, por çfarë s'bën që t'i shmanget gjykimi do të thoshte, mirë ku është katandisur Shqipëria, pikërisht këtë duhet të forcojë Shqipëria, ligjet që zyrtar si Erion Veliaj të shkojnë me vrap atje dhe jo të shmangin me procedura dhe teknikalitete dhe pastaj të bëjnë propagandë kundër vendit në mediat online.